ta bëmë në sot që mos bëj video, ta bëj pushim, por më tërhoqi një koment nga komentet e shumta që më bëjnë njerëzit në Facebook e këtu, po ky ishte në YouTube. Më tërhoqi vëmendjen shumë se kishte komentuar një personazh, një person, të cilin unë e njoh, dhe do flasim çik më vonë për njohjen me të. Është pensionist. Dhe sa pash komentin e atij, më erdhi në mend, pastaj thash, unë kam temën për çfarë të flas sot, po kot që e lash për të bë pushim. Kishte dalë sot ndërkohë që Edi Rama i ka dhënë 4,5 milion euro një koncerti që zhvillohet në Kashar, i një këngëtari antisemit, pra anti-qifut, anti-hebre, Edi Rama që sulmon njerëzit në protestë se janë antisemit, ka pagu 4,5 milion euro për një antisemit për të mbajt koncert në Tiranë. Ka ble biletat për patronazhistët, për nxënës, për të mbush stadiumin se s'shkonin njerëz. Ndërkohë, është po një lajm tjetër sot që fliste për pensionistët. Që pensioni i vitit 2025 ishte më i ulët se ai 2024-s. 24-s me 23-shin, pra në vend që të rriten pensionet, në këtë vend ulen. Sepse parat këtu vidhen në rrugë, vidhen në tendera, vidhen në koncerte, si puna këtij që po flasim. Shpërdorohet paraja publike, sepse Edi Rama me një grusht njerëzish e konsideron Shqipërinë një çiftlik privat. Dhe po ta keni pas sot, është tallë në mënyrë mizore me shqiptarët, i ka dhuru këtij robit që i dha 4,5 milion euro këtij Kanye Westit, i ka dhuru dhe librin Albanian Files, dosja shqiptare, ku ky i ka më thik Shqipërisë dhe e ka nda me oligarkët dhe me trafikantët e drogës, duke u dhënë si projekte miliona euroshe arkitektëve të botës për të ndërtuar një Shqipëri sipas faraonit të ri Edi Rama. Por ishte shifrat nuk lënë asnjëherë në baltë, dhe shifrat thonin që 27%, pra pensioni që nuk del, 27% e popullsisë në moshë pensioni drejt kufirit të varfërisë ekstreme. Po ta llogarisësh që ne kemi rreth 700.000 pensionistë, ky 27% që është rreth 200.000, 189.000, ndoshta e saktë fare, kanë pension 160.000 lekë. 27% e popullsisë në moshë pensioni po shtyhet në mënyrë të pashmangshme, thot publikimi statistikor, drejt kufirit të varfërisë ekstreme. Pra janë të varfër, po shkojnë drejt varfërisë ekstreme, po shkojnë drejt ngordhjes. Ndoshta unë po e bëj këtë video sepse kam shumë njerëz, kryesisht atyre që unë u them mbeturina dhe që kanë marrë në qafë Shqipërinë, janë pensionistë, janë një kategori pensionistësh, shumica janë zbut tani, po kanë ngel disa prap akoma. Dhe ndoshta kjo është një mënyrë e mirë që i ka gjetë Edi Rama, po i çon drejt varfërisë ekstreme dhe pastaj mirupafshim. Të dhënat më të fundit zyrtare dëshmojnë se pagesa mesatare e brezit që dolin pension në vitin 2025, pra këta që kanë punuar 10 vjet me Edi Ramën, ishte 16.000 lekë, 160.000 lekë. Pra këta që kanë punu gjoja me paga nën qeverinë e Ramës, 14 vjet, prap kanë dalë në pension me 160.000 lekë vjetra.
rënja vjetore 3%, teksa 55% e gjithë pensionistëve në vend trajtohen me pensione të pjesshme, vlera e të cilëve nuk i kalon mesataren 135.000 lekë të vjetra. Pra marrin 160.000 lekë të vjetra 27% shi. 13.500 të tjerë që janë pensionet pjesshme nuk e marrë vesh që mund t'jenë këto që dalin herët ose që kanë me status të veçantë, këta marrin 135.000 lekë. Për llogaritja, pse thuhet që këta po shkojnë drejt varfërisë ekstreme? Janë të varfër, po bëhen edhe më keq, po shkojnë varfëri ekstreme, është sepse sipas për llogaritjes së Bankës Botërore, minimumi një person në muaj i duhen $250 që të mbajnë frymën gjallë. Jo që të ushqehet shëndetshëm, jo që të marrë shërbim shëndetësor normal, jo që të ketë kohë për pushime kujtun tjetra me radhë, por që tjetë gjallë, mos vdes për të hënë, duhet të ketë 250.000 lekë në muaj, ose $250. Sondazhet tregojnë se mbi 87% e të moshuarve nuk i mbulojnë dot nevojat me pensionin e tyre. Pra 87% e pensionistëve që dalin që 7 mjezit për të votu partinë, për shkak të rënimishencave të smura dhe dënojnë gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë, dënojnë ata të ri që dalin kanë 42 ditë sot që dalin e protestojnë për të largu këtë qeveri, për të largu këtë mafioz nga pushteti, i marrin qaf kjo kategori 700.000 janë këta. Pjesa më e madhe e këtyre janë të verbër, janë trushplar, janë njerëz që kanë marrë qaf fëmijët e tyre në radhë të parë dhe gjithë shoqërinë në radhë të dytë. Edhe këta janë edhe kategoria që janë të pa punë. Pra 87% të këtyre, e thot studimi, nuk blejnë dot ilaçet, nuk ushqehen dot, nuk bëjnë dot pushime, të gjitha këto nuk u ambulon shteti, por u ambulojnë fëmijët e tyre. Ata që s'kan fëmijë, që kanë dhe fëmijë në pamundësi për të ambulu, dihet muhabeti atyre se si shkon, mezi mbajnë frymën gjallë. Kurse pjesës tjetër, 87% e këtij 700.000-shit në Shqipëri, ilaçe, ushqime, veshmbathje, pushime, gjitha mëra u ambulojnë fëmijët. Prandaj them këta kanë marrë në qaf fëmijët e tyre në radhë të parë dhe pastaj kanë marrë në qaf gjithë Shqipërinë. Tani unë po flas për personin që më shtyri mu me bë video, është një pensionist. Unë e njoh përmes një miku tim shumë të mirë, komunist, i majt miku im, por njëri i drejt, njëri i ndershëm dhe njëri që e thot vërtetën ashtu siç duhet. Kurse ky shoku tjetër pastaj, ky Kimeti, unë nuk po ja them të plot edhe mbi emrin, kishte komentu, po e di që me siguri pas ka fillu me më ndjek edhe këtu në YouTube, edhe kishte komentu ke videoja që kisha bë unë për Ramën, që thoja shifni si rrisi langaraq në samitin e NATO-s në Stamboll, që si avari njëri i fare, dhe që nuk ju ul në gjuj këtë herë Melonit. Pra unë e bëra një video dhe thash nuk ju ul në gjuj Melonit se kishte frikë se e shef Trumpi. Duke qenë se Trumpi është në marrëdhënie shumë të këqija me Melonin tani, është duke e sulmu. Rama, si i pabes që është, si hipokrit që është, nuk ju ul në gjuj motrës këtë herë, nuk bëri gjeste me motrën, sepse buldozeri lart është më i madh. Dhe Rama është tipiku, Kimet, më ndjo mirë Kimet, tipiku si puna jote, se unë të njoh mirë ty, është tipiku si puna jote, po ti pretendon që je komunist, po nuk je as komunist, ti je punist, dhe nuk ke lexu, i ke lexu për të thënë që i kam lexu veprat e Engelsit e Marxit. Rama dhe ti jeni tipik servil, si ai që shpjegon Marxi, që thot servili është kudhër
për atë sipër, që kanë për atë që ka poshtë. Dhe ajo unë prandaj e kam përdor atë, ky Langaraqi që si ul në gjuhë melonit, sepse është kudhër për Trumpin ai. Ai Rama nga servilizmi pranon t'i bëjnë edhe shurën kokë Trumpi, vetëm e vetëm mos të ketë pasoja me implikimet që ka ky me narkotrafikun ndërkombëtar, mos ketë pasoja me implikimin që i ka bë familjes Trumpit me narkotrafikantët në Zvërnec, është gati të bëjnë gjithçka. Edhe ti Kimet, kështu je, ti ke punu në komitet qendror gjithë kohën, nuk e di çfarë detyre fiks ke pas aty se s'po ja jap më orientimin kësaj. Po unë të kam respektu prej ati miku tonë, ti e di shumë mirë që të kam respektu prej ati, por të kam gju me këta vesh. Po deshe t'jap edhe detaje më tjera, po qas thoje ti për Edi Ramën, kur, se ke punu me të edhe në bashki, kur nuk po të merte një person tani të familjes në punë, në fillim. Mo qas ke thamë, e shaje, e pështyje, më maskara. Pra nuk është gjë hiç kjo që themu për Edi Ramën me ato çfarë ke thënë ti. Edhe ma ke thënë mu. Nuk është gjë hiç kjo që themu për Edi Ramën, këto që themu janë të vërteta. Apo për ta ulan ballën, apo për tjetërin, me ç'ke thënë ti, e s'ke lënë njeriu gjë pa i thënë për ta ulan ballën, se të mashtron dhe ta ulanti për personin që ti doje të fusje në punë, edhe ta zvarriste, edhe nuk ta merrte, nuk ta fusne në punë. Kështu që i dashur Kimet, ti mund ta kesh i çik pensionin më të lartë se sa 27%, pra që është në kufirin e varfërisë. Se tani ty të janë rregullu dhe njerëzit e shtëpisë nëpër punëra dhe ka parosni se s'keni pra të punë e doni punën, fakt. Por pjesa tjetër, 200.000 bashkëmoshatar tut janë njerëz që s'kan bukë të hanë. Edhe në qofë se janë me të majtë, edhe në qofë se janë socialist, edhe në qofë se dalin që në shtati japin votën kësaj partije, bëjnë shumë gabim, sigurisht unë i kam kategorizu ke kategoria e mbeturinave, por nuk jam si puna jote, ata kanë drejt të ushqehen mirë, kanë drejt keni ilaçe cilësore, kanë drejt keni shërbime sociale të mira. E për këtë arsye, edhe kritika që i bëj unë Edi Ramës është mirë për ata. Se ti mund mos e kesh pensionin 166.000 lek, ose 135.000 lek, po mund ta kesh 250 ose 300. As ty s'të del pensioni, po që se nuk të merr në punë Edi Rama e ta ulan balla këto njerëzit e tjerë. Kështu që i dashur Kimet, ti mund të komentosh, unë për të mos të dhënë përgjigje te komenti për hir një njohje që kemi pas dikur, por nuk të ktheva përgjigje, por më nxite që të bëj këtë video. Edhe në qoftë se zbindesh, bëj prap video tjetër, edhe të tregoj, të bëj ty shembull se çfarë do të thot një njeri trushplar, një njeri që nuk pranon mendim tjetër, nuk pranon mendim ndryshe. Pra që s'pranon mendim ndryshe, që nuk pranon se ndër njerëzit që njeh, ndër njerëzit që takon, ndër miq që takon, ka tjerë që janë pa parti. Nuk e kanë lidhë jetën me partitë, siç jam unë. Ti e di shumë mirë se më njeh mirë, prandaj ke hyrë dhe ke komentuar aty si skull, se ka shumë njerëz, mund të jenë edhe njerëz, ka edhe njerëz të mi të afërt, se tani këto i gri shqiptari me rakun për të hyrë, për të sulmuar, për të posi skull në për rrjetet sociale, në për YouTube, Facebook e gjitha, si fliqësirë, ca nga xhelozia, ca nga smira, ca nga ignoranca, kujtën gjitha me radhë. Po ty Kimet më bëri një nder sonde se nuk më le pa video, se kisha bëme që mos bëj video sonde. Kështu që i dashur Kimet, ti përfaqëson një pjesë të asaj kategorie që unë e përmend shpesh edhe e cilësoj, që ka marrë më qafë fëmijët e vet, ka marrë më qafë edhe gjithë shoqërinë shqiptare. Një kategori trushplarësh, ti si je komunist, ti s'ke pas ideale komuniste kur, nuk je as socialist,
ti je një punist dje para 90-s edhe një servil sot pas 90-s. Dje me Enverin, me Meramizin, sot një servil i Edi Ramës e Taulant Ballës e kush të dalë përpara, kush të t'jap dorën e kush të të sigurojnë kafshatën. Kurse unë nuk jam ashtu se ti e di shumë mirë se më njeh. Megjithatë, unë nuk ndalem duke i thënë gjërat, duke i thënë të vërtetat, siç janë. Kjo që i fola unë tani për pensionistët është studim, është shifër, është me shifër. 27% po shkojnë në varfëri ekstreme. Ky idhull i jot, që unë i thash Langaraq, ti më thoshe mu jeti Langaraq, ky idhull i jot i ka dhënë 4,5 milion euro sot. Kanye Westit atje, që ti se ke haberin fare kush është, një antisemiti, i ka dhënë 4,5 milion euro, nga të cilat 700.000 pensionistë fitojnë 0. Jo vetëm kaq, po e kanë pensionin më të ulët në 2025-ën e kanë më të ulët se në 2024-ën, në 2024-ën e kanë pas më të ulët se në 2023-shin. E ka bo ky Langaraqi që ti shkoj i jep votën edhe bën propagandë të neveritshme në rrjetet sociale dhe kujton se je duke i shërby partisë kur hyn edhe më komenton mua. Po unë t'ja përgjigje i dashur, siç u jap gjithëve në Facebook edhe në YouTube, ta jap edhe kështu ty të kam respektu më shumë se gjithë se bëra edhe video dhe të kam përmend edhe në video. Mirupafshim, Kimet.